Që nga prilli vitit të shkuar, mozaiku të revistave shqipe i është shtuar edhe revista e përmuajshme në mbar kombëtare, politike, ekonomike dhe kulturore Shenja, e cila botohet në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Ajo që mund të them që dallon këtë revistë nga mediumet tjera është se kjo revistë i takon gjitha trojeve për shkak se atje shpërndahet njëkohësisht çdo në fillim të muajit, por autorët e kësaj reviste janë një treta nga Shqipëria, një treta nga Kosova, një treta nga Maqedonia. Gjithashtu në vazhdimsi brenda këtyre një vit e gjysmë sa ekziston kjo revistë, kemi pasur artikuj dhe numra special që janë kushtuar Luginës së Preshevës, Malit të Zi, Çamërisë, kemi autor dhe analist nga këto vende, kështu që në vërtet ne mundohemi që ta ketë kjo një revistë ku gjithë mendimi politik shqiptar të jetë brenda dy kopertinave të çdo numrit të kësaj reviste. Qëllimi i kësaj reviste të ilustruar është të ngrisë mirëqenien humanitare e kombëtare të shqiptarëve kudo që jetojnë dhe veprojnë. Shqipëria lëndineze, kufit administrativ, 50 vjet të komunizmit të ndarë në Jugosllavi, shqiptarët në Shqipëri kanë krijuar shumë hendeqe edhe të mendimit, edhe të vlerave, edhe të traditave të ndryshme. Ne po mundohemi që të afrohemi shpirtin, mendimin, idenë, të njihemi mes vete më së pari autorët nga këto vende, pastaj edhe të këmbejmë, domethënë, percepcionet politike për këto vende, kështu që qëllimi është një unifikim i këtij qëllimi, domethënë, që gjithë së bashku ngadalë të njoftojmë më shumë, të mendojmë si një komb dhe të prezantojmë para botës si një komb. Domethënë, nëse vazhdojmë kështu me këto hendeqe të cilat ne kanë krijuar të tjerët, mendojmë se këto janë pengesa edhe për zhvillim ekonomik edhe politik edhe kulturor. Ne synojmë të bien kufit administrativ dhe sa më shumë të bashkohemi. Zotri Gashi, Uji i Milingonës është editoriali i parë, domethënë në revistën Shenja, botuar në mars-prill 2011. A mund na tregoni syzhen e këtij editoriali, domethënë, Uji i Milingonës, një titull mjaft interesant. Pra, siç e thatë ju, Uji i Milingonës, nëse për shikuesit ta përkujtojmë atë rastin e djegjes në zjarr të profetit Ibrahim, domethënë ajo është një ngjarje kur një milingon merr një kovë me ujë për të shuar zjarrin e madh që është ndezur për atë, dhe kur është pyetur milingona çka bën me atë pak ujë, se si mund ta shuajë atë zjarr kaq të madh, ajo është përgjigjur: ne e dimë që zjarrin s'mund ta shuajmë, por kemi dëshirë të tregojmë se në cilën anë kemi qenë kur është djegur profeti në zjarr. Edhe revista Shenja ka dashur të jep këtë mesazh. Ne e dimë që nuk do të mund ta bashkojmë troje shqiptare, as do ta bashkojmë mendimin politik shqiptar, por vetëm kemi dëshirë të tregojmë se në këto kohë të trubullta, në këto kohë të pa koha, ne jemi munduar dhe kemi qenë në një anë. Ne kemi dëshirë të tregojmë se cila është ana, cila është e drejta, synojmë të gjejmë të vërtetën bashkërisht, dhe pikërisht për këtë qëllim edhe i kemi vendosur atë shkrim në editorialin e parë të numrit të parë të revistës Shenja. Çfarë mund të presim në numrin e ardhshëm? Domethënë, si karakteristike revistës është se çdo numër e trajtojmë nga një temë që i përket gjithashtu çështjeve kombëtare. Këtë numër ja kemi kushtuar Hasan Prishtinës, një ideatori dhe një veprimtar të madh shqiptar. Kemi dashur të bëjmë një distinkcion me veprimtarë të tjerë, kështu që jemi në përgatitje sipër që Hasan Prishtina të jetë në ballinën e revistës, në numrin e ardhshëm të revistës Shenja. E përmuajshme, revista Shenja padyshim do vazhdojë të lë shenjë në jetën tonë, duke u bërë një shtyese e shumë proceseve pozitive në shoqërinë tonë.